kjo s'do të thotë që jemi afër në asnjë moment, prandaj edhe fola për optimizëm apo disponim minimal, por ashtu fillojnë gjanat e mira. Fillojnë me optimizëm minimal dhe pastaj rritet dhe në fund gjendet zgjidhja. Në takimin e parë kam inkurajuar liderët e partive politike që në funksion të realizimit të këtij parimi kushtetues të gjejnë zgjidhje të përbashkët për konstituimin e kuvendit, që përveç se do të siguronte funksionimin kushtetues të institucioneve, po ashtu do të hapte rrugë edhe për krijimin e qeverisë së re. Në këtë takim, fillimisht janë ftuar, siç e përmenda, subjektet kryesore parlamentare apo bartësit e koalicioneve, dhe më vonë do të takoj edhe liderët e partive të komuniteteve jo shumicë dhe pastaj edhe bazuar në kërkesat që vinë do të takojmë edhe liderë të tjerë. Më lejoni të sqaroj se ky është vetëm takimi i parë dhe natyrisht nëse shihet e nevojshme nga java tjetër do të takoj edhe liderët e partive individualisht, për të vazhduar pastaj edhe me formate të tjera sipas nevojës. Çfarë kam përmendur gjatë takimit e që dua ta them edhe sot është që disa prej pasojave me të cilat po ballafaqohet vendi ynë dhe qytetarët tonë nga mos konstituimi i kuvendit, përfshin zvarritjen e panevojshme të procesit të disbursimit të mjeteve financiare nga plani rritjes BE-s, llogariteni diku afër 900 milion euro. Do të ishte përfitimi i Republikës së Kosovës, sikur kuvendi i Republikës së Kosovës ta ratifikonte instrumentin apo marrëveshjen mes Kosovës dhe BE-s për disbursimin e këtyre mjeteve. Disbursimi i parë është në vlerën prej 61.2 milion euro, kurse përfitimi total i Republikës së Kosovës shkon afër 900 milion euro. Tani unë dua që në fakt i përgëzoj të gjithë liderët pjesëmarrës për qasjen e tyre konstruktive përgjatë këtij takimi, sado që kishin qëndrime të ndryshme në shumicën ndërmuese të temave, siç e dini edhe ju vetë, megjithatë me një qasje konstruktive dhe secili prej tyre treguan vullnet të mirë që të gjendet një zgjidhje përpara që të konstituohet kuvendi sa më parë dhe të kemi një legjislativ funksional. Nëse mund ta them kështu, ekziston një disponim minimal, i cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës, e cila shpresoj shumë nuk do të jetë shumë kohë e gjatë. Takimet do të vazhdojnë, diskutimet do të vazhdojnë, dialogu politik është i domosdoshëm edhe për ta çtensionuar do të thoja situatën politike në vend, sepse vetëm kështu arrihet edhe konstituimi i institucioneve dhe stabiliteti politik në vend, siç e kemi parë edhe në të kaluarën. Shumica prej jush i keni përcjell zhvillimet politike në Kosovë që një kohë të gjatë. Kurse sa i përket involvimit gjykatës kushtetuese, si presidente pra kam shprehur gatishmërinë, nuk ka pasur ndonjë kundërshti nga partitë që të shfrytëzohet një kompetencë e tillë, mirë po do të shohim nëse ditët në vijim partitë politike do të arrijnë ndonjë pajtim sa i përket konstituimit të kuvendit. Nuk e shoh të pamundur gjetjen e zgjidhjes për konstituimin e kuvendit, përkundrazi, mendoj që kur ka vullnet politik, natyrisht zgjidhja arrihet shumë shpejt për disa orë, por kjo s'do të thotë që jemi afër në asnjë moment, prandaj edhe fola për optimizëm apo disponim minimal, por ashtu fillojnë gjanat e mira. Fillojnë me optimizëm minimal dhe pastaj rritet dhe në fund gjendet zgjidhja. Sfidat janë të mëdha, nuk është që nuk po i pranoj apo që i injoroj. Megjithatë, sa i përket afatit, unë nuk mund t'jap për momentin afat, sepse varet edhe nga shumë zhvillime. Unë i përmenda në takim disa prej afateve që i kemi rreth proceseve që involvojnë kuvendin, që kërkojnë kuvend funksional, qoftë sa i përket disbursimit të mjeteve të para, të planit të rritjes, qoftë sa i përket organizimin e lojrave mesdhetare, shumë çka tjetër, këto janë procese historike për Kosovën dhe tepër të rëndësishme dhe askush nuk guxon t'i rrezikojë ato, sepse do të ishte edhe në kundërshtim me vullnetin e qytetarëve tanë të rrezikohet vendi ynë. Por afat nuk mund t'jap për momentin, do të shohim si shkojnë zhvillimet, në qoftë se arrihen numrat e nevojshëm për konstituimin e kuvendit shpejt gjatë javëve vijem mirë, në qoftë se jo, prap do t'i takoj liderët politik dhe edhe çështja kur ngritet në gjykatën kushtetuese, do të jetë diçka që bëhet edhe me pajtimin e tyre. Unë sot po as pajtim të plot nga ata që i takova, nuk është që kishte ndonjë kundërshtim, por kjo është edhe kompetencë kushtetuese e presidentës. Thjesht unë nuk kam dashur që tani të ndërmarr një hap që mund të shkaktoj më shumë polarizim se sa unifikime, ajo nuk është çka i duhet
Kosovës, mirë po nëse shihet e nevojshme sepse asesi nuk po dalim nga kjo blokadë, atëherë nuk mund të lejojmë rrezikim të interesave shtetërore, por duhet patjetër të ecim përpara. Por mos harrojmë që edhe vetë deputetët e kanë një të drejtë të tillë nga neni 113, ku mund ta kontestojnë çdo vendim të gjykatës. Me 10 nënshkrime mund të kontestojnë brenda 8 ditësh, me mos gabosha 30 ose 40 nënshkrime mund të kontestojnë vendime brenda 6 muajsh, 1/4 e kuvendit. Pra e kanë këtë drejtë edhe vetë deputetët, por e kam edhe unë si presidente jam shumë e vetëdijshme për ta ushtruar këtë kompetencë kushtetuese, do të pres edhe pak nëse do të arrihet numri i nevojshëm i votave që kërkohet për konstituim të kuvendit. Por për momentin nuk mund të jap afat, megjithatë nuk është që do të presim për gjithmonë, sepse siç e thash është Kosova dhe qytetarët tanë që po dëmtohen.